që janë gjyshim edhe pasër. E para njerë, dua t'ju falenderoj gjithë nga i madhi dhe tek i vogli që keni marrë pjesë. Shumë faleminderit. Dua t'i rikujtoj çdo kujt që ne nuk kemi dalë për në i kaos, për të thyer apo për çfarë, por ne kemi dalë për një park, për një vend më të sigurt, për kushërinë tanë, fëmijët, të afërmit, edhe lagjet të jenë të sigurta, për çdo njeri, për çdo lagje e Durrësit duhet të jetë e siguruar. Dhe e dyta pikë është që çdo mas të merret, edhe çdo rrugë duhet të ketë kontrolle të shumta. Edhe as i pantet nuk duhet të blihet apo të shitet dy herë. Çdo individ këtu është shofer apo është prind, edhe duhet mbaj përgjegjësinë e vet. Unë dua t'i lutem ministra, çfarë është bashki, polici, kryetar, duam ato kapanonet mos ndërtohen në përlagjet tona për të marrë rrëfshetat e veta, po të ndërtohen vetëm paqe për këta fëmijë që sot kanë pothuajse 4 ditë nga tragjedia që na ka ndodhur në lagje, lagja jonë është në zi. Edhe nuk mund të dalë asnjë fëmijë në rrugë, sepse kanë frikë se do vi i njëjti person, apo tek një lagje tjetër, apo një individ tjetër. Unë uroj që zëri jonë, prezenca jonë të dëgjohet në çdo vend, në çdo cep, jo vetëm Durrës, po në gjithë Shqipërinë. Nuk mundemi të nxjerrim fëmijët dot në rrugë, sepse na i shtyp makina, bicikleta, sepse nuk ka ku kalon. As në park nuk ka. Një trotuar që është i zonë me gjysat e pemë, edhe ai trotuar që është i zonë nga bizneset. Ne duam hapësirë. Si të kalojmë, si të luajmë, si të rrim, duam stola, duam pemë, nuk duam beton. Thjesht duam të jetojmë. Besoj se gjithë ju jeni me mua. Unë uroj që kjo prezencë e juaja, jo vetë e imja, të gjithë ju e keni organizuar këtë. Nuk e kemi organizuar ne si lagje që na ndodhi, po jeni gjithë ju qytetarë, gjithë të vegjë të mëdhenj. Ne i themi familjes që ngushëllime, sepse nuk mundemi më të bëjmë gjë. Ata 2 injë që na i morën nuk na i kthen njëri më. Thjesht lagja jonë, lagja 15 e Durrësit do rri gjithmonë e zezë. Nga dita që na kanë ikur 2 ëngjit, më të mirë. Ka edhe më të mirë. Të gjithë lagja janë, sidomos fëmijët tanë, kushërinë tanë janë ëngjëj. Dhe unë uroj që fjala jonë zerë mend këtë herë. Nuk e di sa kanë folur gabim apo mirë, po uroj që çdo gjë të vendoset në vendin e vet. Nuk na intereson dënohet apo nuk dënohet, merre masa apo nuk merre masa. Ne duam që lagja jonë, lagje Durrësi i gjithë duhet të jetë i sigurt, me paqe. Mos rri fëmia i lidhur me zinxhir qeni ndaj nonës. Edhe karroca nuk ka ku të hyjë, se s'ka rrugë. Ajo 1 metër rrugë është e zonë, nga pemët, nga bizneset. Duaj që çdo fëmijë që të dali pa frikë. Edhe çdo non ose baba që është në punë, mos e mbaj mendjen që ku e kanë fëmijën, apo si e kanë fëmijën, a do ta gjej gjallë apo vdekur në shtëpinë e vet. Por gjithë duhet të jemi të sigurt. Kur dalim, edhe të shkojmë shëndoshë mirë në familjet tona. Jo të dalim nga lagja jonë, nga shtëpia jonë me frikë, se mos ndoshta është momenti i fundit që jetojmë. Duhet të dalim çdo ditë për këto gjëra. Jo vetëm sot që na ndodhi ne, edhe duhet të dalim. Ne na ka ndodhur kjo fatkeqësi, edhe erdhëm sot këtu. Megjithse, kombi shqiptar e ka vlerësuar këtë tragjedi, por duhet ta vlerësojë shteti, sepse duke i falur ata keqbërësit,
duke i falur, duke i mbrojt, si që janë ta, pianecat, ose njerëzit papërgjegjshëm, detyrimisht që një fajt madh kanë edhe shteti edhe ligjet që nuk i kanë vendosur siç duhet. Ligjet ta i kanë vendosur në parlament tash 36 vjet, po bëjnë ligje vetëm për vete për të mbrojtur pushtetin, jo për të mbrojtur në popullin. Ju bëj thirrje që ke kryeministri dhe gjithë të tjerët që kanë legjislaturën, organet kompetente të zbatojnë ato pak ligje që i kanë dhe të përmirësojnë edhe ligjet e tjera në shërbim të popullit, jo në shërbim të vetvetes. E para, e dyta, këtu edhe kryetarës bashkisë do t'i bëjsha një thirrje edhe një kërkesë publike. E ka lënë zonën e Knetës, ka bërë rrugë, nuk themi që s'ka bën, nuk themi që s'ka punuar, por nuk ka bën lulishte për të luajtur kalamet. Një park, një gjë aty që mund të jetë e nevojshme për kalamajt tonë. Detyrimisht kalamani njelet kalama dhe do dalim rrugë, do dalim nga shtëpia, nuk ka ku të dëfrehet. Ka bën vetëm një park aty mes qendrës Durrësit, të lagja 18, por ajo nuk është aq, si i thonë, e mjaftueshme për t'i përballuar. Zona Knetës është afërsisht rreth 80.000 banorë. Dhe ajo ka nevojë jo një, po mund të ketë 2-3 vende që t'i bëjë parkinget paktën të vogla, 200 metra, 300 metra, po t'jenë për të luajtur kalamet. Dhe të kemi ku t'i qojmë. Këtë ja bëj thirrje kryetarës bashkisë. Tjetër, policia. Policia mos t'i lëshojë ato që i ka policia të është nuk e di, mund t'jetë policia, mund t'jetë gjykata, mund t'jetë prokuroria, atë ta gjejë drejtësia. I marrin, i fusin mrena, i lirojnë, i marrin 2 ditë, 3 ditë, dhe këtu t'len për dyshuar sepse këta marrin rushfete, që u mur jetën dhe nuk kthehen ma, nuk ishte bën kjo tragjedi, pa e kanë liruar disa herë. Edhe populli dhe banorët kanë bërë disa herë kërkesa në polici, e kapin, e lëshojnë. Aje ka qytë vetën si bisha rrugës, por shteti është fajtor për këtë. Popullit t'i shohe dhe t'i zbatoje. Thash, t'i zbatoje ato pak ligje, se nuk ka ligjet mjaftueshme. Gjykata, prokuroria, t'i shikojnë mirë gjanat dhe zbatojnë ato ligje që i kanë, ose të propozojnë për ligje tjera të miratume, që t'i miratojnë parlament. Prandaj kjo ishte kërkesa ime, kërkesa banorëve, kërkesa familjarëve që kanë viktimat. Ju falenderoj, kaq që tash s'kam çfarë them më tepër, se o e marrin vesh me kaq, ose ata nuk kanë çfarë marrë vesh më. Të dali patrullimi çdo ditë. Ti më the tash. Duhet të vendosen në 3 metër, nuk e di a të shtoj mo apo kam kushurinë e viktimave. Të paktën këta tash që kanë ngelur na dalin të sigurt. Faleminderit. Faleminderit juve dhe Zoti ju shpërbleft në gjithë familjet tuaja. Faleminderit që keni qenë sot.
Inshallah s'flasin dot për dës. Këtu vitet më bede. Po ja, more ja, as bëhet fjalë, ka tregu eksperjencat Ajo në po nuk pi. ka, po pse e bën kot? Po Kështu mirë, do mos s'është mobilizojnë një gjë partinë ta që... me këta, me dhimbjet e këtyne. Po që në kështu paqësorit i bëjnë në Turqi. A ke logo tu? Jo.